E po me dhe kretë këtu, disa, nuk janë kretë, apo? Ja. Mirë. Unë e po këtu anglisht edhe kejtë zë s'ka mirë. Sa është e vështirë tu me marrë pjesë dikun tjetër në një vend tjetër të marrë parasysh që ti je shqiptare dhe je prej një vendi tjetër. A vret ai dallimi i nacionalitetit paka shumë ajo? Paka shumë, normal, nashta pak më ndryshe është, po s'është edhe vretja qaç shumë e madhe, po... Nuk vretëm, po te je shku në top 10 që ke qenë. Pa marrë parasysh edhe asoj se je konë shqiptare, je hinë top 10 edhe ke pas sukses edhe je përfol ma shumë nashta se krejt ata që kanë marrë pjesë atë. Qashtë është. Se unë kom po shumë, i pam edhe disa prej gazetave dhe disa prej revistave që kanë folë për suksesin tënë që e ke pas atë hovin edhe juria të kanë dashur këgja shumë. Po, qashtë është. Edhe që shtohet publika, që më thonë... Të ka dashur, të ka motivu për me vazhdu. Po, qashtë është. Edhe më kujtojnë mua shumë ma shumë nësa ata që na i kosh që ka orët, për shembull, top 500. E që ajo më gëzonë mua, normal se fansat janë ata që... Që të shtyjnë për para dhe ta jepin atë suksesin është ta që ki nevoj. Qashtë. Mirë, atë kujtohet e pa me dhe momentin e para të kur je hi para tre antarëve të jurisë. Po. Qa të kujtohet në i moment para asajna kër je hi mrena, a ke pas shumë emocione dhe që sheni? Shumë trouble të moj men atë moment, po kom pas tepër emocione edhe shihet atë, po kom jetë derë para se me hitë juria. Ke jetë derë? Qa shumë emocione. A nuk të sen nga dera, ke pas emocione dhe se deshë ku është? Ja, e qëllë që derën keqë, të mrena vend të... Të ngreqe, dera o do është mushti, okej. Jo, po, kur dola atë para jurisë, normal, folëm pak, e sene tani më ka doke ma qeta. Po. Edhe tani fillova me kënu, normal, fillime është pak emocione, po kur janë nisë me fillu me kënu, qësh më thonë, të lojnë ato emocione. I largën emocione. Të morë parasysh që jetën jashtë dhëtë me ditë që nashta i kje dhe pak problem, se je lindë edhe në Suedi, apo? Po, edhe lindë. Je lindë në Suedi, i kje dhe 2 motra tjera, për ndryshe edhe familjarisht mirëni me muzikë, edhe babi... Edhe babi, po. Edhe babi është mirë me muzikë. One, muj me komuniku qështo, po ama ka do fjallë ose mu shprej. Normal është ma ndryshe shqip sa, për shembull, këtë gjuhën suedeze. është pak ma ndryshe mu shprej shqip. Po munona sa... Po munona, nuk është pjesë. Okej, gjatë eksperiencës tonë në Idol of Sweden, qa kishe me cek për këtë kësaj eksperiencë, qa kishe me folë për këtë eksperiencë, që shkanë shku këto eksperiencat, a keni nejtë shumë me antarë tjerë që kanë marrë pjesë në Idol of Sweden, a keni kriju shoqëni me ta, a jo? Jena bo, normal, top 20 që, po thoj tash, se kena pas shumë kohë bashk, jena bo si familje vogël. Ka do kena marrë shoqënin... Keni bo shoqëni me njëri tjetër? A keni ndjetë konkurencën, pavarësisht që keni pas edhe shoqëni me njëri tjetërën, kështu konkurencën? Pak po, pa më... apet... Ata ma shumë nështë, e kena lonë anash ata, e kena lonë anash ma shumë si shoqëni, edhe e kena dhënë për kraje njëni tjetrit, e kom shoqëni edhe për jetë ato... Ki, morën kontakt hala me disa prej tyne. Po, me atë vajzën që ka fitu, a ke pas shoqëni të mirë? Kom pas, pa mo jo qatë shoqënin që kom pas me do qerë. Po kom shoqëni edhe foli edhe sot. A u kanë qëllim me të muzika gjithë? Se unë e di që e ke kryu edhe shkollën e muzikës, apo? Edhe fillorën edhe të mesmen, a? Qashtë. Edhe qëllimi e të kanë gjithë muzika? Gjithë. Po pse vendosim me shku me një talent shumë? Masi ti veç e ke profesionuar muzikën, nashta talentin të në ke shprej dhe ma heret. I pa me dhe disa gazeta, bilbilat e zëri bilbilit që ke marrë pjesë në për organizimet shumëta që kanë bu shqiptarët e diasporës atje. Unë e planë se kom pas me lyp atë në Idol, po veç e pash reklamena për televizor, thash, hajt veç me provu, edhe në veç me këshy. Po. Edhe tani këtë momentin e parë, shkoj tepe me unë, nëse kom prit
qaq mirë që ajden të trajuria, se fështirë është me marrë Yes, punë prej pohimin prej treve. Edhe mirë keq ata, thashe hajtë tash po shkoj te kryeqyteti me këto mumit të tjera. Edhe aty shkoj mirë. Në Stockholm, apo? Po, në Stockholm. Edhe aty shkoj mirë, edhe tani shkova aty drejt për drejt në televizor. One qështë thash, su kam plani heq, ajden për me që ku menu. Se të e morë parasysh që edhe babin e ki muzikant edhe motra merret paka shumë me muzikë. Të trijat që Të trijat. Po se i posh atë edhe në foto të merë të trijat qështë me piano me edhe babi. Atë ka shty babi për më merë me këtë profesion? Po, ai prej fëminis. E ka po që kom talent edhe për që ato ajde nuk ka... Ka shty gjithmonë. Unë e kum pa në YouTube e ki edhe një kong me babin. Është mirë. Okej, masi jemi te e konga. Është kong Shqip. Mirë. Edhe unë të njiva tu... Edhe ketë ata të kanë dëgju tu kënu anglisht e këtu klipet që i pon pak më herët. Apo na kënë diçka Shqip, masi jemi tu relaksu edhe jemi muhabet, diçka Shqip, a kishe kënu për momentin, kisha po qatë me të ngurë, edhe me siguri krejt ata që po na shojnë. Shqip. Yes, diçka Shqip. Hajtë pra një... Moje bukara more, se kjo është shqiptave. Është 100% Shqip. A me këshu në... Nuk ka problem, ku dush, qëtë e ki, ka amera për që ki për balë. Okej? Moje bukura more, si të lash dhe mës të pash. Moje bukura more, si të lash dhe mës të pash. Okej, bravo. Okej, po, kalove. Faleminderit Visar. S'ka vërse. Ej, shumë mirë, edhe pse pak më herët të më thejmë ftof pak, je ftof pak. Klima e këtu. Klima, se në zetë, në kjerë klima. Po, pavarësisht kësoj të realizove ato që e ki. Normal, s'është që më thonë excuse. Nuk mundesh me zgjedh atë kishone në përmajsin. Okej, mirë. Din shumë këngë Shqip, kënon Shqip ma shumë apo edhe këngë të huja, anglisht? Drejt më të thonë, ma shumë anglisht. Në ka ra, qashto. Shkaku Ma idin edhe shkolle, sa në normal, ma ndryshe anglisht ma si Suedi, pa mo s'do të thot që s'ngoj këngë Shqipe. Tu e marrë parasysh që e këndove dhe ka Shqip. A ki mendu me i në trakt Kosovës me muzikë Shqip ose anglisht, pavarësisht çfarë ke vedos? Ka menu, po tash ma se mora pjesa që në Suedi, qështë tash ma haret Mika Qill. Rrugt. Edhe po mënoj tash sa ma shumë me punu atje, edhe me këshirë sa po zgatë edhe sa muj me bu atje. Po është edhe normal, dua edhe këtë Kosovë, mase Kosovës. Mirë, okej, për cilë muzikën Shqipe në Kosovë, këngëtarët? Ka, po më. A të pëlqen ai kush prej këngëtarëve, reperave, këngëtarëve, se tu ka tekst një okej. Tu e morë parasysh jena në ambient hapur në ndodhe në këto zona. Ai për cilë the dhe a të pëlqen ai këngëtare, pse jo? Po, Dafina Seqiri është këngëtare mirë, edhe zhandrin. Tani ke qëto Dorata Dora, Kida, Ledri, rap. Ledri. Qëto, Unikatili, qëto sa. Okej, shumë mirë. Okej, unë kisha dashur më kthy pak MC Kresha. Edhe MC Kresha, okej. Për ndryshe prej Kosovës je prej Gjilanit, apo? E Budrikës, po Gjilani. Gjilani, është në rrethinën e Gjilanit, kështu që në Gjilani vjen. Të shohim se çana kanë shkru disa prej atyne që e kam pa dhe fatën tonë bashkë në RTV 21. Okej. Këta e kanë
Okej, çfarë ndjenja ke pas gjatë prezantimit parë? Kallëzoj që s'ka mujt me qenë as derën. E ka grevi le derën. Okej, ju ka interesua ki doshër, se nuk mundëm pa të vetë, bilet 2-3 vetat pas në vetë. Single është. Yes. Okej, përshëndetje prej Shkupit. Përshëndetje. Pse ke vendos me orë në Kosovë? A ke vendos tash me orë në Kosovë me bo muzikë, kallëzoj që jo njëherë për njëherë, është u mirë atje, shkaku që... Po, njëherë për njëherë ko me këshyrë sa muj me bo aqe. Po, ndërkohë... Që ti shansi. Si Rita Ora, arriti atje, pse jo? Mos me pas edhe një talent tjetër që arrinë dhe për të mbutë. Ke një zë fantastikur, të shkosh sa më larkë, nga Shkupi, Araqina për ndryshe. E a bëra edhe pyetjen sa me në më fut në tregun kosovar shqiptar. Shumë zonën e bukur, suksese thot Blerti, Vesnex, përshëndetje nga Kaçaniku. Okej. Okej. Çfarë zone të bukur paske? Për flokët kam pyta, janë flokët e tua extension, flokët i ka veta, se edhone e veta kur në fillim e pyta thash Saron, kallëzëm drejt në alti këshyri ku i ki extensions, nuk pat extensions. Ja, të mjetë. Sa vjet i ka Saron da? 19 vjet, për ndryshe para një viti ke qenë tek Idol po, Sweden. Që atare 18 vjeçari e kanë. Thuj kësaj bukuroshës të në ati paske, çlirimi ka thonë. Ma mirë këto atje, dhe sa keme nejtë, kam pytë, kush ka pytë Pacarizi, do njëtë Pacarizi. Okej, ma mirë këto atje. Po, atje kushtet, normal, pak ma mirë, këtë jeta, dinamika, njerëzit, po familja. Qaq. Okej. Sa keme nejtë të ri didhen, shkortën kara. Okej, të ka përshëndet për ndryshë edhe motra ju të Miranda Hasani. Okej, shumë të mirë, ti për zonën e mirë. Okej, Miloti, a din me bo fliti, okej. A din me bo fliti, Saranda. Kallëzëna, më s'kesh, kallëzë, a din me bo fliti. Gjyst fliti. Din gjyst di. Okej. Mësona. Mësohesh. A e ki ftaf? Jo, nuk e kena ftaf, se jena nëzellë mua bet u knaqëm. Bile me pas ftaf dhe përësisëm ka një qaj rusi. Se kema atë problem. Për qafimin nga Mitrovica. A të pëlqen ma shumë Katundi, apo qyteti po pysim? Qyteti normal, ma ndryshe, po edhe Katuni është si tonë pak qetë. Mi pa lopë dhe jo po bëjë. Okej. Jo po bëjë, jo po qyteti ma ndryshe, normal. Normal, jem su dhe në qytet të jetu atje, po e ëmbël, shumë e mirë, zonën shumë të mirë, të kanë përgëzu për talentin, edhe për shumë zona tjera. Mirë, kur për nga thu që keme bu një kongë Shqip edhe keme hinë tregun e Kosovës, përveç asoj që jetu merë në Suedi, a e ke bu plan? Kur të kry punë Suedi? Për rafërsisht, sa për i bjanki kur t'i krymë punë në Suedi? Stijet, nështë për... Dëri në vitin e ashën, nështë? Po, nështë stijet. Me kënë e kishe bu një kongë prej kongëtarve? Qika djallë. 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 Letri. Me letrën, okej. Je shumë i mirë, po je shumë pes. Okej, me letrën, po thëmë. Saranda, kështu, kallëzën ata shti për fund, se qka po dënë me ju thonë krejt atyne që e ndjekën intervistën tone, qka po ju premtën atyne, që po vjen edhe labi. Hajde labi edhe ti. Po ikë. Jo, mërë men zi brëndëm nëna të njësët për shëtinja, jo. Po vjen mirë që s'pari e ke rujt gjuhën Shqipe, shumë pasër e rrjashëm edhe shumë mirë, edhe që je shumë e lishme para kamerës, kështu që përvoja e kallëzon ata të vetën që ke punu atje në televizion, edhe në anën tjetër komentet, Instagramin që ki bre? Mirë, Që ki Instagramin tënë, se po e lypin Instagramin tënë me ta bo follow. Saranda Hasani edhe këtë vijen për shak të Saranda Hasani edhe një viput, underline po i bjanë kjo. Se ja kumë po tagë dhe të RTV-n.
Ja kom bo tagë. Saranda Hasan dhe underline. Saranda Ose Hasan. për ndryshe... Lab një 34.000 fëmira. Ha? I ki është një 34.000. Bo një tek, pra. Ja ku bo. E, po ma tagë edhe mu. Po ma tagë edhe mu. Se, visari ti dojnë vëlloverë. Na, vim vëlloverë, sa të vlo. Ani dole ka pak. Do po shkojnë edhe po blejnë. Po dojnë, s'po di. Qka s'ka Unë dhe? i kom blevi, ta. Jo, Unë i kom blevi. Ja, te i ki tut. Hajde, akona i sen lab, që ja këshu në buk. Që me njëre pytja, Labi e bën shëret, gjithë ka shka. Po që se bënë më re, sa shëret e në këna buk. Para me ndo, të vetë ajo në sytë tuja e në thjeshtë, se ti ka afru kamera shumë afer edhe... Ja, sëtë me. Sëtë mi. Në cilin vend që e dije? Kristianstad. Kristianstad. Okej. Ndryshe është një orë prej Malmës. A mundesh me na tregu diçka interesant prej femerisë tonde që të kalon për shtypje? Prej femerisë, kur i Kur kon e e vogël, diçka ki bona i shërra në vogël. që e mon mend sot. Që kanë hek ata dy që po të këshyrin atje për mama kamera të piteje. Kom hangë shtraf. Edhe krejt. Miri, a jemi... E sa do në Mirë, bravo valla, një veri. Sot këtë... E, kalu edhe në hembol. Po, e që... Po, në hembol, po, kalujt hembol, fitnessin, është e tonë shumë fitnessin. Për shnet, tha. Mora informacion se ka bërë reklam të flogve atje, patikave, sandeve, sportive, kështu që i mora gjitha informacionet. Okej. Informacione shpejt. Okej. Si të cia. Thuj I love you. Ha? Që, thuj I love you për tëtë. Okej, këshore këtë kamerën edhe thuj I love you. I love you. Edhe njëra. I love you. Okej. A është e vërtet që ja ka bërë dis Dafina Zëqiret jo, se ti the dis ja ka bërë Dafina Zëqiret jo, se ti e the që pëlqej Dafina Zëqiret. Dafina Zëqiret, po dikush o kyç me vones. Nashta edhe nuk e ka kuptu. Temperamenti... Shumë zonin e mirë veç vazhdo. Okej, çka po kënojmë për fund krejt? Hajde. Kështu. Për fund, qa po kënojmë? Dulëria të bunari jo se kanë shtim ujin mrena tash, mos ka nevojë kam shtet bunari. Jena motra kalablak. Jo kush ka rejt, kush ka marrë shtru. Joni me jeni 3 motra, hajde jena motra kalablak. Ja, be qatë rashtë të disë, tin. Veç atë rashtë të dina. E kënojmë një kongë, s'po di? Për shkak se neve na duhet më përshëndet edhe me shikueset. Unë e Visari që është bloku i fundit shkon bloku i marketingut për shkak që na minutat e fundit të 21 gradë. Kështu që mirë kish qenë me përfundu kështu me një muzikë të mirë. Kong. Qoftë edhe anglisht. Qoftë edhe anglisht, s'ka problem, e kënuve një shqip. Nësh me kënuat kongën e parë që e bona... Okej, bën. Po, Se pse në jo? parë që kënove ma herët shqepa? Jo, ata, anglisht në Idol, okej. Po, pa problem. Edhe na e dim anglishtën. Po në angishta. Uj. Hajde. Brushing my hair, do I look perfect? Perfekte mora, I forgot what to do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working. Hey, 'cause everything inside me screams no, 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 no. Don't lose you are in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay, and sometimes it's hard to follow your heart. Taste them in you're losing, everybody's bruising. There's nothing wrong with who you are. Muj me tonë që ma mirë sa aty e kënove që tash. Ma mirë sa Val një Lab, vjetë. a kalën? Kalën. Po të madhe e ka kështu. Po. Faleminderit shumë publikun, faleminderit. Canada, zamër të presim, kur ta vën këngën edhe kur ta vën videoklipin, dëvish edhe t'jesh pjesë e jona.
Faleminderit shumë, inshallah veç për të mira. Faleminderit. Inshallah ti kam jep komën e mbarë, se ne kemi zakonisht ju japim komën e mbarë mysafirëve që e kanë. Kur s'ke Edhe si tu- besojmë që suksesin kemi pas të nalë. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit që kesh këtë me juve, kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit edhe për juve që keni shiku. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që keni shikuar deri këto momente për shkak se erdhi fundi 21 gradë për sonte.